Faleminderit zotë kryetar. Kjo rezolut do të merrte shumë kuptim nëse kjo qeveri do të ishte vërtet perëndimore, do sillesi perëndimore para se të silte rezoluta servile të këtij lloji, të cilat sigurisht ka një vlerë për të thënë botës që Shqipëria është pjesë e perëndimit, por në fakt ne e kuptojmë që këto rezoluta që janë bërë të njëra pas njëshme, është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës, në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të sillet dhe rezoluta të tilla. Fakt është shumë qesherake kur e mendojnë që ne bëjmë një rezolut kundër Iranit dhe Irani na ka sulmuar parlamentin madje dhe asnjë nga maxhoranca nuk kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Edhe nëse do e kërkojmë mbledhjen, do kuptojnë që çfarë kemi bërë vetes ne me krimin organizuar, me doset e akshit të tjerë, me marrjen e të dhënave nuk na ka bërë Irani. Se flasim ne në luftën kundër lindjes, por Senati Amerikan thotë që Kina pas ka rritur me 23% tregtin me Shqipërinë vitin e kaluar. Çfarë vendi perëndimor është ky? Nuk rriten bizneset amerikane, rriten bizneset e Kinës. Në fakt, çfarë u bëhet shqiptarëve këtu ngjan shpesh edhe se çfarë u bën ajo garda iraniane popullsisë së vet atje. Ja u them unë, më luajeni ta mbaroj. Ka 2 muaj që ndodh një protestë në një fshat katolik të Shqipërisë për të drejtën e pronës. A e keni parë videot dhe fotot, zonja dhe zotrinj, se si policë privat me kapuç të zinj dhe shkopa gome rrahin banorët tamam si gardianët iranian islamik. Asnjë për jush nuk ka folur për të. Edhe janë shuar për drejtën e pronës. Dhe ju flisni për një Shqipëri perëndimore. Dhe në fakt, Shqipëri perëndimore që çmimi i naftës rritet pa u bllokuar ngushtica e Hormuzit, apo ku njerëzit dhunohen pse ecin me monopatina, dhe ç'është më e rënda që po fole për këto çështje, po fole për të drejtat e njerëzve në këtë vend, përjashtohesh nga parlamenti. Kjo nuk është Shqipëri perëndimore. Dhe ç'është më e rënda sërish, zonja dhe zotrinj, nëse ne do të ishim vërtet një vend që do ishim më afër perëndimit, nuk do vendosnin mbrojtje politike siç bët me zonjën Balluk. Shqipëria sot është më larg nga perëndimi se asnjëherë më përpara dhe kjo bëhet vetëm për fatin politik të Edi Ramës, i cili tashmë ka vendosur që integrimi i Shqipërisë të mos kalojë nga Brukseli, por të kalojë nga Beogradi. Kjo është fatkeqësia juaj dhe e maxhorancës tuaj ilegjitime tashmë. Faleminderit. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar Partia e Lirisë, zoti Blushi, nuk ndodhet në sallë. Fjala për kryetarin e grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim, zoti Mediu, zoti Fatmir Mediu, nuk ndodhet në sallë. Po na propozoni një rezolut për shpalljen e Republikës së Iranit si shtet që mbështet terrorizmin, ndërkohë vendet e Bashkimit Evropian me të drejtë kanë shpallur gardën iraniane revolucionare si organizatë terroriste për hir gjithë atyre të rinjve të reave që kanë protestuar në sheshet e Tehranit dhe janë përballur me represionin e regjimit. Sidoqoftë do ishte në nderin e këtij kuvendi dhe në nderin tuaj që në anën e duhur të ishit jo vetëm kur është në interesin e më të fortëve, por edhe kur bëhet fjalë për të mallkuarit e kësaj bote, siç thoshte Frantz Fanoni. Sepse nuk ka hipokrizi më të madhe se sa të na paraqisni këtë rezolut ndërkohë që kryeministri juaj dhe për turpin tim e gjithë shqiptarëve edhe yni, shkoi dhe unë në gjunjë përballë Benjamin Netanyahut, një njeri i cili ka një urdhër arrest nga gjykata penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, dhe i cili e përdori shtetin e Izraelit për të masakruar 70.000 civil palestinez, ndër cilët 20.000 fëmijë. Kjo rezolut në fakt duhet përmbante edhe kërkesën për dhënien fund të një konflikti dhe të një lufte, pas një logjik, pas një plan, pa objektiva të qartë, por me pasoja të rënda ekonomike dhe destabilizuese për rajonin dhe botën. Është një luftë jo e nisur nga NATO-ja, që nuk mbështetet nga asnjë prej vendeve të Bashkimit Evropian dhe nuk ka marrë miratimin as të Këshillit të Sigurisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe as të Kongresit Amerikan. Ne në Lëvizjen Bashkë kemi denoncuar represionin e shtetit iranian ndaj popullsisë vendaseve këtu e 15 vjet shkuara, kështu që vazhdojmë ta denoncojmë, sidoqoftë që të jemi serioz, do duhet që para se të na paraqisnit këtë rezolut,
të kishit miratuar para pak muajsh rezolutën që dënon gjenocidin e shtetit serb ndaj Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kapri. Prandaj, lufta kundër terrorizmit nuk është thjesht një çështje sigurie. Ajo është sot një betejë për mbrojtjen e demokracisë, për mbrojtjen e shtetit të drejtës dhe për ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit ndërkombëtar. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një vend shumë i qartë dhe i palëkundur në këtë qëndrim të saj. Ne jemi një vend që ka zgjedhur qartësisht anën e demokracive, anën e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe anën e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër terrorizmit. Si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Rezoluta të cilën deputetët sot e kanë përpara është pjesë e këtij angazhimi të vazhdueshëm. Ajo bazohet në një realitet që është dokumentuar në mënyrë të vazhdueshme nga analizat ndërkombëtare dhe nga raportet e institucioneve të sigurisë. Përdorimi i strukturave shtetërore, i organizatave të lidhura me to dhe i rrjeteve të ndërmjetme për të mbështetur grupet armatosura, për të financuar aktivitete destabilizuese dhe për të ushtruar ndikim përmes mjeteve hibride në rajone ndryshme të botës. Dhe një nga elementet më shqetësuese të këtij fenomeni është përdorimi i strukturave paramilitare dhe i grupeve të armatosura proxy që veprojnë si instrumente të politikës së jashtme. Por për Shqipërinë, kjo nuk është vetëm një çështje e largët gjeopolitike. Vendi ynë ka qenë vetë objekt i sulmeve të drejtë për drejta në hapësirën tonë kibernetike. Sulmi i rënd i vitit 2022 ndaj institucioneve të Republikës Shqipërisë ishte një nga episodet më serioze të agresionit kibernetik ndaj një vendi sovran. Ai synoi të paralizonte shërbimet tona publike, të dëmtonte funksionalitetin e institucioneve dhe të cënonte besimin e qytetarëve në shtetin e vet. Shumë përpjekje të tjera janë parandaluar ose zbuluar në kohë. Por kjo do të thotë se ne nuk duhet të humbim vigjilencën dhe vetëm pak ditë më parë përsëri kuvendi i Shqipërisë ishte shinjestra e një sulmi të ri kibernetik. Këto nuk janë incidente të zakonshme teknologjike, këto janë akte të mirëfillta armiqësore që synojnë destabilizimin e institucioneve demokratike dhe funksionimin normal të shtetit. Rezoluta për të cilën tohemi ta diskutojmë dhe synon pikërisht ta adresojë këtë realitet. Në rezolut synojmë të dënojmë në mënyrë të qartë çdo formë të mbështetjes shtetërore për terrorizmin. Të dënojmë përdorimin e grupeve proxy për destabilizimin dhe të dënojmë përdorimin e mjeteve hibride, përfshirë sulmet kibernetike kundër institucioneve të shteteve sovrane. Rezoluta i bën thirrje qeverisë shqiptare që në përputhje me legjislacionin tonë dhe në koordinimin e plot me aleatët tanë të shqyrtoj të shpall Gardën Revolucionare të Iranit dhe organizatën Hezbollah në Liban si organizata terroriste, si dhe të forcojmë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit të sponsorizuar nga shteti dhe rrjetet e tij. Një numër i konsiderueshëm tani më, vendesh dhe institucionet ndërkombëtare i kanë marrë masat e ngjashme që propozon për të miratuar në këtë rezolut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shpallur Gardën Revolucionare Iraniane, organizatë terroriste që në vitin 2019. Në janar të këtij viti të njëjtën gjë e bëri dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë një numër tjetër vendesh anëtare këtu të Bashkimit Evropian dhe ndërto spikat Gjermania, Franca, Mbretëria dhe jashtë Bashkimit Evropian, Mbretëria e Bashkuar, kanë marrë masa konkrete përfshirë shpalljen si organizatë terroriste Hezbollah. Në këtë kontekst, qëndrimi i Shqipërisë është pjesë e një përpjekje të gjerë
të koordinuar të komunitetit ndërkombëtar për të mbrojtur sigurinë kolektive dhe për të parandaluar përdorimin e terrorizmit si instrument i politikës shtetërore. Dhe së fundmi, minimi i kanalit Hormuzit nga Irani është një akt tjetër terrorist i cili synon bllokimin e lëvizjes së lirë të anijeve të transportit, duke shkaktuar kështu një krizë energjetike në mbar globin. Prandaj, nderuar kolegë, kjo rezolut nuk është një rezolut kundër një populli. Ajo nuk i drejtohet kurrësi qytetarëve të Iranit, të cilët janë shpesh dhe jemi gjithë dëshmitar, janë vetë viktima e një regjimi represiv. Ajo është një qëndrim kundër praktikave shtetërore që mbështesin terrorizmin, destabilitetin dhe përdorimin e dhunës si një akt i pastër politik. Shqipëria ka treguar vazhdimisht se është një partner i besueshëm në luftën kundër terrorizmit. Kontributi ynë në NATO dhe në misionet tona ndërkombëtare është dëshmi e qartë e këtij angazhimi të vazhdueshëm. Kjo rezolut është pra vazhdimi logjik i këtij angazhimi. Ajo është një mesazh i qartë se Shqipëria jonë e përbashkët nuk e toleron terrorizmin në asnjë formë dhe institucionet e saj janë të vendosura ta mbrojnë demokracinë, sigurinë dhe sovranitetin e vendit. Për këto arsye, i ftoj gjithë kolegët ta votojmë së bashku një zëri këtë rezolut. Keqardhje për mungesën sot në këtë seancë të deputetëve të 3 grupeve parlamentare të opozitës, të cilët nuk ditën që në një moment solemn të një qëndrimi të domosdoshëm urgjent menjëhershëm të Shqipërisë, për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për krah vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sikurse përmenda Gjermaninë dhe Francën dhe plot vende të tjera, për krah një partneri të rëndësishëm si Mbretëria e Bashkuar, nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest pa krye, të vinin në seancën e Kuvendit të Shqipërisë dhe ta mbështesin këtë qëndrim, i cili është i domosdoshëm, është urgjent dhe i nevojshëm sa i përket edhe kontekstit të ri pas zhvillimeve, pas sulmit kibernetik kundër Kuvendit të Shqipërisë, sa i përket interesit të Shqipërisë të brenda nesh, por edhe zhvillimet që lidhen me bllokimin apo minimin e kanalit Hormuzit apo zhvillimet të tjera të bëra publike. Kështu që në këtë këndvështrim, për ta parë jo si një akt formal, por duhet ta shohim si deklaratë të qartë të vlerave dhe përgjegjësisë sonë si demokraci, si një aleat i NATO-s dhe si një vend që brenda vitit 2030 do të jetë antar i Bashkimit Evropian. Duke ju falenderuar, tekstin e plotë të rezolutës secili prej deputetëve ka përpara, është publikuar në sistemin e komunikimit publik të Kuvendit të Shqipërisë. Nuk po e lexoj tekstin për të lehtësuar kohën e nevojshme dhe diskutimeve, por ju ftoj ta votojmë një zëri këtë rezolutë të rëndësishme. Faleminderit.